Gjithë e dim që je ajo takon detyra dhe përgjegjësia sa i përket interpretimit rregullor të punës kuvendit, po zonja kryetare mos e bë praktik të lutem, nëse një deputet e di që ka të drejtën e vet. Bos rregulloreve me pas replikur i përmenet emri me ja ke përmen emrin zonja ministre, ju ke referue zotit Ferhat Shala. Kthej edhe këqyre. Po pe te kalojmë këto, po mos bot ky presedant dhe mos bot praktik se pastaj nuk kemi mbarvajtje të mirë të punës të kuvendit. E nuk është arsyeshme. Dhe po nalimi te tema. Ministre, mundet me hum Kosova paret, po ti e fajtore. Adresa jeni ju. Për shkak se nuk e keni procedu ligjin kohë. Për me debatu për ligjin, është i mirë, është i keq, a do të mu plotësu, a do të mu ndryshu, është në përgjegjësinë e detyrën e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po ju nuk po japni këtë mundësi. Pse se keni sjellë para 2 javë dite? Pse se keni sjellë para 3 javë dite? Pse se keni sjellë para 1 muaj dite? Kush ju ka ndalu, nëse ju vetë po thoni, ju po deklaroni, që ligji është prej vitit 2024. Atëherë, e sjellni procedurë të shpejtuar si shumicën e ligjeve që po vinë këtë kuvend. Nëse dëshironi me trafiku, me kontrabandu ligjet, me opcionu të drejten e deputetëve që me diskutu, me dhënë kontributin e vetë, kritikat, alternativat, propozimet, gjitha, është tim tjetër. Mirë po, këtë praktik do të menalë edhe ministre. Si ministre të këshilloj edhe të lësh që me përdor fjalor adekuat në këtë kuvend.